Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse jeni mbi 40 vjeç dhe zgjoheni në mëngjes të djersitur, shkoni tek mjeku, mund të vuani nga këto shqetësime. Nëse jeni mbi 40 vjeç dhe vëreni se çarçafët janë në qull kur zgjoheni ose pëllumba e dorës është gjithmonë e djersitur, edhe kur nuk jeni në diell, mos mendoni se është faji i kondicionerit ose i organit të trashë që keni hidhur sipër. Madje, mos i injoroni këto situata pasi mund të jeni duke vuajtur nga ndonjë problem i caktuar shëndetësor. Për shembull, mund të jeni duke hyrë në fazën e premenopauzës, duke qenë se gratë fillojnë të përjetojnë afshe të nxehta gjatë të 40-tave për shkak të ndryshimeve hormonale, po përtej kësaj, tre janë në gjendje që mund të përjetoni djersitje të tepërta. Po vuani nga diabeti. Niveli i ulët i sheqerit në gjak, hipoglicemia, është një nga shkaktarët më të zakonshëm të djersitjes te gratë pas moshës 40 vjeçare. Nëse nuk kryeni mjaftueshëm aktivitet fizik dhe keni fituar shumë peshë rreth belit, gjasat janë më të larta për zhvillimin e diabetit të tipit 2. Pa përmendur faktin se të qenë mbi peshë bën që njerëzit të djersiten më shumë. Keni probleme me gjumin. Çrregullimet e gjumit mund të shkaktojnë gjithashtu djersitje tepër të mëdha gjatë natës. Djersitja e tepërt është një simptom e zakonshme e apnes së gjumit që shkakton bllokime të rrugëve të frymëmarrjes kur flini. Sipas statistikave, kjo gjendje është më përhapur si tek meshkujt ashtu dhe te femrat. Megjithatë, ato të fundit janë më të rrezikuar prej saj pasi kalojnë në të 40-tat. Tiroidja është jashtë kontrollit. Hipertiroidizmi ose tiroidja tepër aktive përshpejton metabolizimin dhe mund të shkaktojë rënje në peshë, çrregullim të rrahjeve të zemrës dhe djersitje të tepërta. Çrregullimet e tiroides që nisin kur gratë janë mbi 40 vjeç mund të shkaktojnë simptoma të ngjashme me ato të menopauzës. Madje mund të përshpejtojnë më shumë me kalimin në menopauzë dhe të krijojnë gjithashtu shqetësime të forta të organizmit tuaj. Të zgjohesh natën sepse jeni të nxehtë dhe të djersitur është një nga ndjenjat më të pakëndshme. Djersa e nxehtë intensive mund të ndërpresë një gjumë të mirë natën dhe t'ju lejë të plogësh të nesërmen. Kështu që të mësoni se çfarë mund të shkaktoni djersitjen tuaj gjatë natës, është hapi i parë drejt trajtimit të tyre. Në këtë video do të paraqesim disa nga shkaktarët më të zakonshëm të djersitjes gjatë natës. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se djersitja gjatë natës mund të shkaktohet nga nxehtësia që mund të jetë në dhomën tuaj, nga shumë batanie ose nga dysheku që e mban trupin të ngrohtë. Por nëse djersa nuk shkaktohet nga të gjitha këto, janë disa nga shkaqet sipas Elef.com që mund të nxisin djersitjen gjatë natës. Menopauza. Djersitja e natës mund të jetë rezultati i maktheve. Medicine.net shpjegon se gratë që janë në fazën e menopauzës shpesh përjetojnë ndezje të nxehta, të cilat mund të ndodhin gjatë gjumit, duke rezultuar kështu në një gjumë të vështirë me probleme të theksuara siç është edhe djersitja. Gjithashtu marrja e caktuar e disa barnave mund të jetë një arsye. Disa ilaçe mund të shkaktojnë djersitje. WebMed shpjegojnë se disa antidepresiv, medikamente psikiatrike, madje dhe aspirina mund të shkaktojë djersitje gjatë natës. Bisedoni me mjekun tuaj për çdo medikament që po merrni për të parë nëse ato mund të shkaktojnë djersitje gjatë natës. Problemet të radikaleve të lira. Djersitja e natës mund të jetë simptome e hershme e problemeve si limfoma. WebMed shpjegon se simptomat të tjera që zakonisht shoqërohen me probleme të tilla shpjegojnë dhe shkaktojnë djersitje të natës me djersë të forta, humbje të pashpjegueshme të peshës dhe ethe. Nëse vëreni këto shenja në trupin tuaj, konsultohuni me një mjek. Kontaminimi gjithashtu mund të jetë një arsye. Medicine.net raporton se një infekcion i tillë si abscesi, gjithashtu dhe tuberkulozi ose edhe probleme të tjera mund të shkaktojnë djersitje gjatë natës. Infeksionet të tjera serioze mund të shkaktojnë gjithashtu djersitje gjatë natës dhe duhet të konsultoheni me një mjek specialist. Ankthi. Stresi dhe ankthi mund të bëjnë trupin tuaj të djersitet gjatë natës. Sipas ekspertëve, simptomat të tilla të ankthit përfshin nervozizëm, tension dhe probleme me gjumin. Nëse vuani nga problemet të ankthit, tregohuni më të kujdesshëm dhe menaxhoni shqetësimin tuaj. Çrregullimet e gjumit mund të jenë një arsye. Apnet katastrofike të gjumit ose shqetësime të tjera të gjumit mund të shkaktojnë djersitje gjatë natës. Simptomat të tjera që mund të shoqërohen me çrregullime katastrofike të gjumit përfshin zgjimin, ngulqimin ose mbytjen, përgjumje gjatë ditës dhe presionit të lartë të gjakut, ndër të tjera. Hipoglicemia.
Sheqeri i ulët në gjak mund të shkaktojë djersitje. Njerëzit me diabet mund të përjetojnë në djersitje gjatë natës për shkak të hipoglicemias gjatë natës. Nëse keni djersitje të theksuara në gjumë, duhet të konsultoni me një mjek, pasi shqetësimet në shëndetin tuaj do të jenë vërtet të rënda. Ju ndodh shpesh që t'ju dalë gjumi në mes të natës dhe papritur kuptoni se jeni bërë qoll në djers. A e dini se ka disa gjëra të cilat trupi juaj është duke paralajmëruar që ju nuk duhet t'i injoroni? Në këtë video do të listojmë disa prej tyre. Gjatë periudhës së menopauzës, periudhë kalimtare të femrat që përjetojnë afshe të nxehta, mund të jetë djersitja e fortë e trupit. Teprimi me alkoolin gjithashtu mund të jetë një arsye te pjesa më e madhe e femrave, dhe nëse pini alkool për një kohë të gjatë, mund të pësoni edhe djersitje të mëdha në kohën e gjumit. Është gjithashtu një arsye pse dikush mund të zgjohet me djers. Nxjerrja e alkoolit jashtë nga organizmi bën që trupi juaj të mbulohet me bulza djerse pasi toksinat janë liruar nga trupi. Nëse përjetoni këto shqetësime, duhet të konsultoheni me një mjek specialist, pasi neglizhenca që trupi juaj mund të krijojë për shëndetin do të jetë vërtet e rëndë. Është e arsyeshme që gjithashtu të tregoheni më të vëmendshëm ndaj sëmundjeve kardiovaskulare. Pas të 50-ave, njerëzit që janë tepër të rrezikuar të preken nga sëmundjet kardiovaskulare vuajnë gjithashtu nga djerset. Edhe nëse nuk vuani nga këto probleme, duhet të shqetësoheni. Nëse nuk kuroheni për këtë sëmundje për më shumë net me radhë, ju mund të rrini zgjuar dhe të përjetoni gjithashtu probleme kardiake. Djersitja e tepër e natës është një shenjë e sëmundjeve të zemrës dhe duhet të jeni më të vëmendshëm nëse përjetoni atë. Nëse ju vuani nga niveli i ulët i sheqerit në gjak, mund të ndodhë që të zgjoheni natën të djersitur. Trupi juaj është duke luftuar me infeksionet. Në qoftë se trupi juaj është duke luftuar me sëmundje ose infeksione, kjo gjendje mund të shkaktojë djersë të natës. Kjo gjë mund të vazhdojë për ditë dhe javë me radhë, edhe pse simptomat e tjera mund të jenë zhdukur. Nëse përjetoni këto ndryshime të forta në organizëm, tregohuni më të vëmendshëm. Djersitja, si çdo proces që kryen organizmi, është shumë normale dhe e nevojshme për trupin. Dihet që gjatë stinës së nxehtë trupi djersitet më shpejt dhe më shumë, për shkak të përballjes me temperaturat e larta. Në shumë raste kjo është diçka normale që ndihmon në nxjerrjen e toksinave jashtë nga trupi. Gjithsesi, edhe ky proces nëse fillon dhe ndodh vazhdimisht, procesi i dëmtimit mund të kthehej në një bezdisje të madhe. Shenjat më të vogla të djersës fillojnë diku mbi rroba, duke krijuar një ndjesi të parehatshme për organizmin tuaj. Një nga arsyet mund të jetë tiroidja hiperaktive. Kur tiroidja mbi prodhon hormonin e saj, metabolizmi fillon dhe përshpejton procesin e tij. Në këtë mënyrë filloni të djersiteni pa pushim, prandaj nëse ndjeni djersitje të mëdha pa shkak, faji mund të jetë i tiroides. Sëmundjet kronike gjithashtu mund të jenë një arsye. Sëmundjet kronike të zemrës ose të mushkërive mund të bëhen shkak për djerset e tepërta. Kjo sepse truri ka të vështirë të funksionojë normalisht, duke krijuar kështu faza të djersitjes së madhe. Hiperhidroza. Një nga diagnozat më të zakonshme kundër djersitjes së tepërt është hiperhidroza, një çrregullim që shkakton mbiprodhim të djersës dhe aktivizon gjendrën e djersës. Në botë rreth 15 milion njerëz vuajnë nga hiperhidroza. Njerëzit e prekur nga kjo sëmundje kanë sasi të madhe të djersësh, më shumë se zakonisht në duar, në këmbë dhe në fytyrë. Gjithashtu, ju duhet të merrni ushqime të duhura. Një nga mënyrat më të mira për të shmangur këtë problem sipas mjekëve është stili i jetesës dhe konkretisht ushqyerit. Kjo këshillë vjen krahas trajtimeve mjekësore, ilaçeve ose recetave të ndryshme, të cilat janë individuale në çdo rast. Mund të zgjidhni gjithashtu edhe perime të jeshile të pasur me ujë, pasi mbajnë trupin të hidratuar dhe evitojnë gjithashtu keq funksionet e organizmit. Nëse përjetoni djersë të forta, të ftohta edhe pa shkak, duhet të konsultoheni gjithmonë me një mjek, pasi problemet që ju varen janë të rënda. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.